Pse janë çu mëngjes, janë vesh, janë ndreqa dhe vinë, ulen në ulset të Kuvendit të Republikës edhe nuk votojnë as për, as kundër, as nuk abstenojnë. Kur jeni nisi ju më orë mëngjes këtu ju e dini për shkakin e orët. Do me mbulu konstituimin e Kuvendit, edhe pretni që kjo me ndodhë, si që edhe po presin qytetarët jashtë. Njëjtë muj me fol në emën të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, që kur jemi zhu mëngjes na kemi orë për me votu. Kjo zoja në fjollë që ishte këtu para meje, përfshi dhe deputetët që u prononcuan para jush sot në emën të subjekteve politike, asë një për tyne nuk dimi ju kalzu pse kanë orë sot, nëse zvotojnë. Pse janë çu mëngjes, janë vesh, janë ndreqa dhe vinë, ulen në ulset të Kuvendit të Republikës edhe nuk votojnë as për, as kundër, as nuk abstenojnë. Cili është funksioni një deputeti që quhet mëngjes vjen dhe shkon te shtëpia pa e lënë shej kërkon hiç. Unë mendoj që pyetjet më apo secili për jush do të më kërku përgjegjësi për deputetëve. Këta po thonë është përgjegjësi e lëvizjes vetëvendosje. Dakord, jemi përgjegjës të gjithë për konstituimin e Kuvendit me qenë se histor. Në kryesinë e Kuvendit janë gjithë subjektet politike. Mirë po, të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje po vinë edhe po votojnë për. Ç'kjo është puna jone? Njëri do të me votu edhe deputet të opozitës, për me konstitu Kuvendin. E pastaj të qeveria, aty motët, kush e ban qeverinë, aty duhet kompromise, me qenë se kushtetuta nuk e ka përcaktu kush ose kujt i takon qeveria. Përveç se fituesit, herën e parë, edhe nëse ai mëna dy ove mrrin me i bo numrat. Po të Kuvendi është e qartë, thuhet, ju takon 3 subjekteve më të mëdha, fituesit dhe 2 partive tjera, dytës dhe tretës dhe 2 përfaqësues prej komuniteteve pakicës. Prandaj, edhe njerë, duhet me pos një arsye kur deputeti quhet edhe vjen punë edhe nuk e ban punën e vet, edhe kjo është jo përgjegjësi totale e secili deputet që vjen këtu ulet dhe shkon në shtëpi pa votu. Edhe e fundit uroj shpresoj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt me vendim, për shkak se për neve tani më është e qartë që votimi i fshet është një nga alternativat dhe për më tepër është shumë e rëndësishme për qytetarët e Republikës me kuptuar që është hera 27 që nuk votohet komisioni. Asnjë atu votuas për Albolenën. Një komision deputetët e opozitës vinë këtu dhe refuzojnë për 27 herë me votu komisioni. Kështu që për neve na vjen shumë keq, po mendoj që lëvizja vetëvendosje është e përgjithshme, po vjen, po voton pa përgjegjësia totale mbi deputetët e opozitës, të cilët vinë këtu për 35 herë me radhë dhe refuzojnë me marr pjesë në votim. Faleminderit. Sigurisht se konstituimi i Kuvendit po vonon shumë punë tjera, po kjo nuk e ndol qeverinë në punë që të bo, për shkak se na kemi qeveri, kemi polici, kemi ushtri, gjitha institucionet tjera janë funksionale, përveç Kuvendit të Republikës që ka met në ngërç për shkak të mos votimit të opozitës. Edhe unë jam dakord me juve që ta zhbllokojmë situatën sa më shpejt, po kjo pyetje duhet ju bëhet deputetëve të opozitës që po vinë s'po votojnë, s'marrin pjesë në votim. Do thotë një deputet i opozitës që del fol ju para jush, më apo pyetim pse ke orë.